Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodrë, një emision i përjavshëm që trajton tema nga më të ndryshme. Kemi kaluar nga shëndetësia, te udhëtimet, tek problemet sociale në qytetin tonë, por kemi sjellë edhe bioenergjin, një temë shumë interesante që kemi pasur në javët e kaluara. Troqim javë vëmendje tek teleshikuesit dhe do të jetë një temë që her pas here dhe do ta sjellim në emisionet e ardhshme, pasi kemi lënë shumë gjëra për këtë temë të re të pathëna në emisionin Aromë Shkodrë. Por, duke qenë se jetojmë në Shqipëri dhe shqiptarë përgjithsisht historikisht i kanë dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme paraqitjes së tyre, nuk e kemi fjalën tek linja, sesa e kemi tek veshja, tek ajo që na ka përfaqësuar në rang shoqëror, na ka përcaktuar edhe si shoqëri për mënyrën se si kemi përdorur motive të ndryshme në kostume që nga kostumet e vjetra dhe deri në ditët tona. Ne nuk do të flasim për etnografinë shqiptare, për veshjen që e ka tipizuar gruan e hershme shkodrane apo dhe burrat, se nuk është se mbaj me hatër gratë, por do ndalemi te ditët tona. Shqiptarët si në kohë të vjetra edhe sot vazhdojnë të japin një rëndësi të jashtëzakonshme paraqitjes së tyre. Kuptohet që është shtuar edhe kultura për shëndetin, kujdesemi për shëndetin që fillimisht të gëzojmë një shëndet të mirë, por edhe linja shumë të mira. Megjithatë, kur vjen puna se çfarë do veshim, shqiptarët kanë përshtypjen dhe ju jeni dakord me mua që investojnë nga pjesa të ardhurave të tyre një masë të konsiderueshme. Nëse ata do ta ndanin edhe në shpenzime të tjera, veshja ama merr goxha shpenzim. Por kanë dhe shije shqiptarët. Kemi vënë re që vizitorët e huaj tek Savin e vënë re këtë dukuri te shqiptarët që paraqitjen e tyre e kanë pikë të dobët dhe mundohen gjithmonë të sajon. Nuk e kemi fjalën këtu vetëm tek firmato, sepse edhe këto janë probleme më vete për të gjithë ato familje që kanë sidomos disa fëmijë të llastuar, o e dua firmato ose dua fare, por e kemi tek mënyra se si kombinojnë gjërat dhe krijojnë një imazh me cilin përfaqësohen. Duan të duken bukur si gjithmonë shqiptarët. Megjithatë, në kohët e fundit është theksuar fakti që unë dua diçka të personalizuar, që ta ke vetëm unë, mos ta kenë të tjerët, dhe këtë personalizim ta bën vetëm stilisti apo stilistja. Prandaj në emisionin Aromë Shkodrë ne kemi zgjedhur të ftojmë një mike që nuk vjen për herë të parë, bile ka dhe një koincidencë shumë të bukur, se kur ka qenë hera e fundit, por po e përshëndesim mirë dhe po ju urojmë mirëseardhjen, Olta Ramadani, mirëseardhje. Përshëndetje Kozet, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të rikthehem në studion tuaj. E mban mend intervistën e fundit? E mbaj mend si se mbaj mend, sepse ka kanë fiks mas lindjes djalit, dhe folëm pak a shumë për një eksperiencë të cilën e kam bë para 3 viteve, që ka qenë një hedhje me parashut nga avioni. Të lutem, a thuaj vendin? Se nga në Dubai. Në Dubai. Sot Dubai si e shikon me situatën e fundit, domethënë thua shqyqje e bëra të fluturim atëherë, apo edhe mund të shkojë nëse do ishte një hapësirë? Ndoshta mund të shkojë përsëri kur në momentin që të qetësohen pak gjanat, kuptohet, se nuk e kemi vendin tepër Kozet të shkojmë aktualisht, por besoj domethënë të ardhmen mund të shkojë. Po do e bëje sërish atë fluturim që ke bërë me parashut? Jo, aktualisht nuk besoj se do e bëja më, sepse ka kanë pak e frikshme, por domethënë në parashutën e malit e këtë i kam bë dhe do i kisha ribë, po kja ka kanë pak eksperiencë fije, pak më që më kaloni fije si goditje, por shumë e bukur. Nuk kisha sugjeruar dikuj me e bë. Po është eksperiencë shumë e mirë, kur e kalon për herë të parë. Por kryva, unë kur isha atje, nuk mujshë me rikthy kohën. Shumë e gatshme për të provuar ndonjë gjë të re, kam përshtypjen. Besoj po. Okej, vazhdon të jesh me këtë natyrë. Po, më pëlqejnë këto aktivitetet e këto gjana të fije, pak me rrezik. Të ka karakterizuar kjo gjë, do me thënë të guxosh, të provosh, të krijosh, lidhet edhe me profesionin. Pak ajo, pak e pa njoftona, ndoshta më jep edhe goditje për me bë dhe krijime të reja, koleksione të reja, gjithmonë kur du me bë diçka, kam dëshirë, do me thënë të shkoj te një vend i ri. Edhe të njoh njerëz të ri, sepse kam edhe më inspirim. Okej, bën një jetë ndarë tani, midis Anglisë dhe Shkodrës. Pak a shumë po, por edhe kam di atë, edhe nuk e kam di. Do me thonë, janë pak si dysh, sepse fatmirësisht kam marrë mënyrë shumë të shpesht. Pa, atë do e nuk e kam ni shumë shpesh, po këtë një muj pa një muj vi. Edhe kjo ka kanë fat edhe për mu.
edhe për punën, dhe me thonë kam pak shputje, po jo atë shputjet madhe, dhe me thonë që me më pengu shumë. Gjithmonë kur janë përgatitit e koleksioneve, sezonin e madhe, i cili sezoni i verës, jam gjithmonë këto. Okej, salloni gjithmonë ka qenë aktiv, ti e ke menaxhuar dhe në distancë? Po, menaxhoj edhe prej atje dhe me që merdi edhe koha, duhet falenderoj shumë mamën edhe vjerrën teme, cilët më kanë ndihmuar shumë me djalin realisht. Nuk ka kanë lehtë, domethënë edhe për mua me elan, kur jam në oraret punës edhe më kërkon ndoshta më duhet më ndaj deri vonë tek puna dhe sinqerisht e la pa maraksit e mamasit e vjerra dhe ju falenderoj shumë për mbështetjen. Sa që në fillim të emisionit sa ato falënderime thuar në fund, po shoh që jemi njëse. Jemi njëse. Mami tani ta njohim sepse është mike jon shumë e afër, Faride Ramadani, i përshëndesim te nga studioja, së shpejti ajo ka një aktivitet dhe është në ethet e organizimit Gastronomik Vlera. Ne aktualisht domethënë kena këtë stresin e aktivitetit mamit. Me këta aktivitet, por tani le të përmendim dhe emrin e vjerrës, ti bëhet edhe asaj qefi. Vjolca, ka një emër shumë bukur. Okej, Vjolca. E falenderoj shumë. Edhe për djalin që ka bë dhe për nipin që më ndihmon shumë. Edhe më duket ky termi vjerr, më duket jo i përshtatshëm kajherë. Ashtu ë? Po, se më duket pak si thert. Po. Okej, përshëndesim dhe ne nga studioja jonë. Olta ti bën jetë, e thamë dhe pak më përpara midis Anglisë dhe Shkodrës. Si e shikon Shkodrën në aspektin, në këndvështrimin se si vishën shkodranët? Unë dashuroj Shkodrën, edhe dashuroj shumë kulturën e veshjes që kanë përgjithsisht në Shqipëri. Në Angli me qëra fjala, do me thanë, përjashtojmë normalisht kryeqytetin, por me vuri në qytetet e tjera ose në jetën e përditshme, mirëmajtja më pëlqen më shumë këtej. Do me thënë, atje janë shumë të veshja praktike, edhe ndonjëherë sikur harron robi të veshet, sepse unë thjesht për shembull kur çoj djalin kopsht, i pal tuta, i pal streqe, dal nuk lyhem as asnjë gjë, kurse këtu nuk dal pa i mirëmajtje të vogël për shtëpinë. Pra në Shqipëri e vëre këtë. Po, dhe më pëlqen kjo gjë, sepse nuk është bukur të harrosh të mash veten, aden duhet mu dallu pak burri prej grusa, dhe në tjesh i fije pak mamë. Ka të lishikus që thonë, e ke fjallën të ana praktike për të shkuar fëmijën në Kobësht, dhe me thënë, ne vishemi bukur dhe kur vishemi praktike, apo ne vishemi shumë bukur dhe nuk vishemi praktike? Ndonjëherë edhe ndodha jo, por unë po tham për diket, do me thanë që ka i fije stil, nuk po tham se s'ban ti duhesh mu vesh 24 orë me take për mu duk bukur, unë është mu vesh edhe me të sheshta, atlete, gjana të rahatshme, por me dalë prap stil. Nuk do të thotë do me thanë se s'ban duhesh me pas një veshje jo praktike për mu duk bukur. E kuptoj. Këtë thamë në. Kurse atje është pak hajto veshi qatë më kapin dora. Më thamë inshallah s'mjef kush atje që më bën një video më thonë që kje stilistja. Do i herë, jo gjitha herë, po. Çfarë ndjesit ka kur vjen në Shkodër dhe tani, okej, ato tutat i lam njëherë, aty te garderoba. Ndjesia këtu më vjen edhe herë refleksi i mirëmbajtjes. Pra nuk e heq Anglia, pavarësisht se bëhet një jetë shumë praktike atje dhe nuk jepet kaq rëndësi veshjes. Angazhohemi njëherë genet këtu, ë? Po, ndoshta se atje për idealit edhe aktualisht menaxhoj vetëm dyqanin që kam këto, edhe atje nuk kam akoma një dyqan eksakt, domethënë, një atelie. Normalisht do ta hapi edhe atje, por nga që punën masivisht e bëj prej shtëpijet, edhe nuk më takon për shembull se edhe vetë puna të angazhon për mu vesh, mu rregullua apo i diçka kur dal këto. Kurse atje përgjithsisht e bëjnë shtëpi, edhe kështu që nuk e kam. Ka ndonjë modë anglezët kur vjen puna, okay, jo të përditshmëria apo jo. Pra një fustan anglezët e mbajnë, nëse nuk ndryshojnë linja, mund ta mbajnë dhe 30 vite? Sot nuk shaf më shumë tuta, gjinca. E kam fjalën teraset apo raste të tilla apo jo shumë praktike, më kupton, kanë diçka shumë jashtëmos të thjesht, bami po te përgjithshmja, domethënë nuk ka se kanë një stil për jashtë kryeqytetin, se normalisht nuk mund të krahasojmë Londrën me gjitha qytetet e Anglisë. Ose zona, ka zona që, do me thonë, diferencohet ajo, jo si të na që mund shikosh gjitho kënd një personat majton. Po, jenë intervalle shumë të shpeshta, ndërkohë do i lutesha regjiset dhe të na vendosi dhe fustanet, ja po janë, ato më të bukur do flasim dhe për to, por le t'i kemi në sfond.
këto janë paka shumë koleksiona që kanë deri pothuajse në 10 orë, sepse koleksioni i ri akoma s'ka dalë. Këtë doja të pyesja. Kaq të ndryshueshme janë stilet Po. brenda një 3 mujosh? Po, aktualisht për shembull jena më shumë te tylnat, jena më shumë te gjanat pak më thjeshta, jo shumë te gurt këtë sezon. Jemi jena më shumë te pak detaje, po, më të thjeshta. Tipi i këtij për shembull është më shumë i këtij sezoni. Por tylnat e butë. Ato preferohen më shumë? Po, në këtë verë. Do më thënë që duan dhe një trup të formuar mirë? Jo detyrimisht, sepse tash normalisht janë tu ndihmu me këtë pjesën e rrullave, palave, kupton që normalisht pra aty ku çalon ti vendos rrugën, pjesa e barkut apo ku kena problema i diçka, domethënë jo detyrimisht duhet me kanë bile trup më i mushën e zjarra dhe i fije më bukur. Okej. Një stiliste është gjithmonë në korrent të ndryshimeve dhe është një hap përpara pjesës tjetër të popullatës sepse e kupton këtë gjë. Se si anon tregu dhe e kupton se çfarë do hyjë në Shqipëri. Po thuj se kozet, sepse edhe ne po e quj vedin, në thoj za artiste, so edhe artbaj. Ndër stilistët e para në Shkodër dhe që reziston dhe i jep gjëra kaq mrekullueshme. Se sot ne mund të kemi rroba qepës, po është tjetër gjë koncepti rroba qepës. Edhe ato kanë një punë shumë bukur që bajnë. Realisht për në Shkodër unë i vlerësoj shumë edhe e admiroj shpesh herë punën e tyre pavarësisht se ndoshta dikush edhe kufizohet mbas rrethanave të jetës për mos me ecë më shumë përpara. Por realisht ne në Shkodër kena domethënë rroba qepsa po i quajmë, që punojnë dhe bëjnë një punë shumë bukur. E kuptoj. Ndrysh unë kam pas mundësit ndoshta dhe kam eci fije më përpara, por nuk lehet puna tyne as pak mrapa. Domethënë bëjnë kur i shikoj sepse i ndjeko disa, kam edhe miqësi me disa. Bëjnë realisht edhe i lumshin dur sepse bëjnë një punë shumë bukur. Okej. Kthehemi tek moda që do të jetë. Po, moda do me thonë, këtë isha të thonë, të pjesa e artit. Ke parasysh, ne do flasë. Të pjesa e artit edhe do më lësh një kohë dhe për brezin tim, dakord? Brezi juaj është shumë i vështirë kajherë. Vërtet? Do flasim brava për të. Po këto gocët e reja që po rrinë gati, sepse këto mbrëmjet... Qoshin beku kozet, se janë shumë mira. Vërtet? Po. Kështu që ne duam t'i dalim punës pak para me këto maturantet, të cilat qysh tani e nxjerrin në dukje cilin fustan duhet të veshin. Po, normalisht. Qysh fillim... Le t'japim një sugjerim, kanë pa durimin, ato duan ta dinë. Holta, çfarë sugjeron? Realisht këtë vit kam bë edhe një tip ofertet, pothuajse, sepse kam dashur me ndihmu i fija dhe print. Print e shkret, po i tham unë. Atë po diskutoj para një javë. Sepse nuk është se është pak shpenzim mramja maturës për prinin, me thonë drejtën. Kanë shumë shpenzime nga më të ndryshmet, edhe unë mendova një ofertë për print, edhe për vajzat, sepse sot ka ardhur koha, do me thonë që nuk ka se dëshirojnë shumë u vesh një fustan 2-3 herë, dojnë që të një rast tjetër me ndryshuat fustan. Edhe pak edhe për ekonomin, buxhetin për prinin. Oferta është kjo qira porosi, që do me thonë qira porosi. Do me thonë, ajo vjen të konë qose mu me pëlqen modeli që ka aja, e bëjmë me masat e saja, me dëshiren e saj, çdo lloj gjaje, por pagun qira, nuk e blenë. Vërtet? Po, e kam bë këtë vit. Shumë interesante kjo, po. Me që dosha dhënë me shtu diçka tek dyqani jam. Pra, ajo zgjedhe, ka pa diku modelin, ose mund të parë nga seria pa fund me fustanëve që keni sallonin tënd. Përveç fëmijave, se fëmijat janë aty, unë po them mund ta ke parë në një film, mund ta ke parë në një katalog dhe vjen me fotografi. Të thotë dua si kjo këtu. Si kjo, po. Dhe jo nuk do ta blej si fustan, po do paguaj qira të fustanit? Po. Po ka leverdi kjo gjë për ty? Po, kështu deshta. Po që ka shumë interesante kjo dhe prindrit më në fund më po e zgjidhin këtë gjë. Fiks, nëse një fustan për shembull po jap një çmim shkon 500.000 lek, do me thonë prindrit do të pagojnë 200.000 lek. E kuptoj. Është qira. Qartë, pra që mos të blej komplet shumën e një fustani, po ai është i personalizuar. Munden edhe me ardhë me porosi, kozet nuk i pengon kërkush, unë po tham kush don. Po bën këtë favor për mbrëmjen e maturës, duke qenë se prindit do të kenë shumë kusure të tjera për të paguar. Po, edhe një mes për ta, edhe diçka unë, do me thonë, dosha me shtu diçka tek dyqani, isha në këtë periudhën si hala, s'pata mundësi me shku në Dubai, kozet, që ishem. Edhe thash, qatë shtoj, edhe menova, pse ja, për momentin. Bile sot po diskutoj në një parukeri, ku
ku ishin në aty dhe po diskutonin dhe Po, disa ka gjimnaziste kusto, me thonë drejtën për prindin, ka kusto shumë. Ishim i disa saj që nëse fëmijët do të bëjnë mbrëmje, na shkon kosto e shumë më e lartë dhe më mirë të bëjnë ekskursion, po fëmijët e duan atë mbrëmje, se duan të shkëlqejnë. Nuk krahasohet. Është emocion më vete ajo mbrëmje që do kalohet të gjithë së bashku. Që ka muzikën, ka fotot, ka fotografitë dhe që mbetet diçka që vjen një herë, domethënë nuk përsëritet më. Dhe nuk mund të prishë kjo traditë që ka qenë që nga herë dhe që në Shqipëri edhe aty në vendet që e festojnë mbetet traditë. Një vajzë me tamen se normalisht vinë shoqënohen nga nanat ose nga një shoqe shumë e ngushtë. Edhe i thashun ju duhet më thonë faleminderit mu, i thash se jam të ju kursylek. Po, edhe tu qesh me atë zojën, dhe me thanë se ishte shumë e komunikueshme. Jo, kjo ide është shumë e mirë. Pra e përsërisim për të gjithë ata që kanë marakun se mua më pëlqen se ti e theksove duhet lehtësoj dhe prindrit. Po, ashtu. Po dhe ajo vajza e do pikërisht atë model. Atëherë mund të paguajë qiraja edhe një vështirësi me prindin, sepse aktualisht ndoshta nuk janë koherenta me çmimet e materialeve që ka në treg. Dhe nëse ti prindit i thot 200.000 lek qira, 20.000 lek të reja i ta kanë. Po. Nëse i thot 200.000 lek qira, thet prindi po me 200.000 lek unë e blej. E kuptoj. Po a din se është ajo ideja hala e fustaneve që në 50.000 lek, që në 40.000 lek dikushme. Dhe ke edhe aktualisht. Po bëhet fjalë për por bëhet fjalë për shembull për këtë material që ti në 200.000 lek nuk e merr me qira. A mund të disa çmime materiale, domethënë çfarë kosto ka që prindi ta gjetë? Sot nuk ka absolutisht një çmim se mund të shkojnë maksimumi to. Gjenden në Shqipëri këto materiale apo ti porosit? Varet. Unë i porosis domethënë edhe në Dubai, në vende nga më të materiali është i porositur jo se janë të Dubait për shembull, si materiale. Pra janë materiale të kushtueshme, janë shumë të bukura. Normalisht të kanë ato të kushtueshme, edhe puna e këtij fustani për shembull përveç materialit, heku materialin edhe puna është më e madhe se sa te një fustan si puna e një tjetri që tregojmë mbrapa. Janë të jashtëzakonshme, bile të vjen shumë çudi dhe thua në Shqipëri janë bërë. Okej, si mësuar se ato modele. Ky është një nga fustanet e maturës të vjetshme që ka bë, domethënë namin. Si fustan, ai është marrë më shumë nga të gjitha. Ka kanë shumë i kërkuar. Po kanë shkëlqyer faktikisht, edhe vajzat shodrane janë shumë të bukura. Ja dhe ky është i jashtëzakonshëm dhe mënyra e dizainimit në krah. Sot është e vështirë kozet sepse ka shumë. Edhe ne si kur do na më bë një koleksion për shembull ndonjëherë mecin kryzim ç'a më bë, sepse njerëzit shohin shumë sot. Po. Dhe nuk din ti mendon se ky model po po kërkohet një edhe ky është kërkuar shumë vjet. Po, edhe ky. Ky, një modeli kështu. Ky është fustan 10 kg që ta dish. Si pesh? Po. Për shkak të gurëve të pafund që ka. Dhe kjo vajzë të ketë qenë maturante. Kjo ka në fejës vet. Në fejës është zakonisht bukur. Të gjitha modelet. Ajo është fustan shumë i lehtë për shembull, ai që ishte. Është shumë i lehtë si fustan, edhe domethënë është sikur se ke trop. Ai vishin që ishte pak më përpara që ndali edhe pak më vonë, 10 kg për shkak të elementeve që ti ja vë secilën. Jo, është materiale vet. Do me thonë se ajo është material me metër, që është vet i atill i rënd. Po qepet kollajnë, do me thonë në makinë qepse që janë kështu në dorë. Është pundore të krejt papa. E gjitha është pundore. Dhe prandaj quhet të personalizuar, nuk fare. As nuk bëhet fjalë të kalojë në makinë që të qepet. As mundesh me fut gjelpan. Jo, i gjitha në dorë dhe pjesa e korsesë fortesës, pjesa sipër. Pjesa në ndeshme bëhet me makinë normalisht, po pjesa sipërme do të bëhet komplet me dorë. Okej. Vin vajzat e sallonit dhe si reagojnë? Më kujton ndonjë moment të tyre? Dhoj, realisht. Maturantët janë të praktikës sepse janë me ide konkrete. A maturantët, një 18 vjeçare është më i qartë se çdo? Për mua shumë Jo, praktike. aty që ke vënë ti, se më intereson të di. Maturantët unë jam shumë mirë sepse janë me ide konkrete para dhe dojnë atë që unë du, mu duk ma bukur se dikush tjetër. Edhe unë kam dëshirë që jatë me e djerë sa më bukur, sepse më del edhe mu puna shumë bukur. Olta, një fusan marrin apo më shumë se një? Zakonisht marrin një gjatë, një të shkurt. A marrin dy? Po. Sepse i gjati për shembull këtë. Ja, ky jashtëzakonshëm. E marrin për me bë foto, për hyrje, për diçka tillë, mëse nëna marrin të shkurtin për me kanë praktike, për me nejt rahat. Ka dikush që të shkurtin e ka, nuk është se domosdoshmërisht marrin edhe të shkurtin me qiratë on.
Okej, po që... Ka vajza që veshen vetëm me të shkurt, se kena edhe të shkurt, dhe me thonë që janë figurante, nuk të thotë se vetëm gjatë. Kur vinë që të zgjedhin fustanin, shoqërojnë nga dikush apo vinë vetëm? Nga nana përgjithsisht, edhe shoqja ngusht, po. Kanë besim të nanat, apo nuk ti e është ke problemi problem? Se kanë besim, problemi është rregullat e familjes tyne. Që do thot? Që do thot. Nana pagun e para, normalisht është edhe krahi i babs, s'diskutohet. Dhe në momentin që vjen nana i din rregullat se mundet ajo me vesht hapun, sa të hapun, sa të mydhun, sa me qut qamunin, sa me ull qamunin. Dhe me thonë, kjo duhet gjithmonë. Edhe unë, po sardi me mamen, unë ja kërkoj mamen, se s'ban në provë, pa. Sepse më ka do raste jo shumë, që mas ja kry fustani, ka arë me nanën, ja pa ma rregullon edhe këtë, jo po unë si ala vajzës, edhe për mu është punë ma e tepërt, se sa me ba që në provat gja. Kuptan, edhe në provë unë ja kërkoj gjithmonë. Jo, se dija këtë gjë, po më vika shumë të di. Kurse sezoni i dasmave, realisht, është i lodhshëm në i herë, sepse ka njerëz, për shembull me verën që kaloj, ma duket vedi ka i herë psikologe, duket ka i herë vedi si kur jo me kineria, ku shruj nervat ato me ty, dhe ti duhesh mi kuptu ato gjithmonë, se ti nuk duhesh me pas nerva. E kuptoj. Dhe nuk është hala ajo kultura që kur dëmtohet fustani, duhesh me pagu damin. Se thëtë, unë kam pagu, po marri vlerë 130.000 lekë qëra, pse të paguj damin. Dhe përgjigja jam është kjo, kur merr makinë me qëra, e dëmton, a do të pagush damin, atëherë e kuptojnë. E kuptojnë. Do me thonë, te makina e kuptojnë, te fustani se kuptojnë. Se nuk janë shumë të ndërgjegjësuar te materiale që përdoren, dhe te vlera e saj puna që bëhet, dëmtimi që është bërë. Ka ndonjë vajzë që vjen dhe thot, ka mas tjetër trupore, për shembull është, ku diun, 38 dhe ka kalu te 42-shi. Ka dhe thot jam 38, po. Dhe thot jam 38. Që i ndodh gjatë periudhës një mujore, për shumë sa fustani tjetë gati, nuk e di çfarë modelit, do të thënë? Jo. Apo jo, nuk vënon kaq shumë? Jo, te unë nuk vënon ashtu, do të thonë. Jo. Përgjithsisht vetëm në qovë se e la vetën e kohën për me kalu, sepse nuk e kam urgjente kur e kam marrë përësin për me dorëzu. Kupton, po kështu nuk ka se kam vënesë. Po, çfarë do kenë në mod? Si e shikon ti? Domethënë megjithëse ti e the pak më përpara dhe të bëj fasonjë, sepse tregu lëviz, shumë diçka tjetër, sidomos në Shqipëri që është. Po përgjithsisht ngjyra si vjeçme janë baby blue, kjo bëqidhja hap krejt. Vërtet? Po. Roza e lehtë, baby pink. Edhe vishnja është pak. Po, shkon për në raste, shkon edhe unë sugjeroj shumë të disa që kanë lëkur të bardhë dhe janë esmere në pjesën e flokëve. Këta e sugjeroj sepse bën atë kontrastin. Këto janë pak a shumë, dhe me thanë, edhe kafja. Vjetë për shumë ka kanë shumë e verdha, si vjetë nuk është aqë sa ka kanë vjetë. Vjetë ka kanë masë e verdha. Okej, një baby pink, qëfar këpucë është da? Ko tani, që për të ditur njerë të aksesorë, se dikush i blenë? Po gjithmonë mund është me, dhe me thanë, edhe nudi nuk ikë me asnjanën. Kështu që të kjo pjesa, gjithmonë konsultojnë me vajzat. Pra mos ta blejnë ato përpara pas zgjedhur fustani. Ja, nuk blehet kur këpuca, aksesori, pa kryj fustani. Pa kryj fustani. Ja, absolutisht. Holta, vetë vajzat kanë mundësi edhe nga afër të konsultohen me ty dhe për të ditur për detaj, por emisioni i shërben edhe kategorive tjera. Tani unë të pyeta pak, po për gratë e moshës time. Kemi 2 vjet. A duhet të shkojmë në Selisja, apo të mjaftohemi me çfarë tregtojnë dyqanet, apo të vazhdojmë të zhgënjemi nga interneti, kliko, shiko, fotoja. Ajo gruaja që ka e kol me si unë, pa jo s'kishte bark, unë kisha bark, nuk më bjen fustani, asa i ri më mirë, etj. Çfarë sugjeron një Selisa? Shiko, unë kam zemrën teme të shtëpia momen. Shode. Po ti e praktikuar. Po Farida ka qenë sportiste. Do të thënë ajo është një femër shumë e pashme dhe në moshën aktuale. Por ndonjëherë edhe ajo është këto faqet online, këto gjana, domethënë, edhe sado si ti flas që e kam mam, prap ajo do me blej aty. Po, të ndonë. Edhe domethënë mosha juaj ka e juaj. Po. Pak më e thyrë se mosha e maturanteve që ishim të folë. Ju vajzat e rritura, thuaj. Po, ju vajzat e rritura, fix. Ashtë ky problemi, dhe me thanë se gjithmonë tentojnë të e mirë lirë. Kuptan, edhe kur vjen të konë nuk ka mirë lirë. Gjithmonë e mirë atë unë ka një kosto. E kuptar. Dhe, dhe me thanë, haset pak kja vështërsia se i duket pak shtrajt.
realisht. Po. Por dikush që ka një dasëm të rëndësishme, edhe dikush që e ka ekonominë, nuk ngurron hiç. Pra që dëshiron të shkëlqejë. Dhe unë fakt ka 2 vjet, nuk kam më shumë që kam filluar të bë pak edhe këto masat i fije pak më të muaja. Se nuk kam pas, me thënë drejtën, në atelje nuk ka se kam pas masat muaja, se mu dukshin shumë të vështira më kuptu. Por, po, mbasi mbeta 7 zonë nga që unë fitova disa kile, nga halli. Pra mi e krejt në formë. Po, nga që fitova disa kile, fitova rreth 34 kile nga barra, edhe kur dalsha unë me blej këto veshje të përdiqme, dhe kisha shumë problem për me gjetë veshje, edhe fillova të i kuptu. Jo krahi, jo celuliti, jo barku, jo shpina, e urresha pjesën e shpallave që më dalte shumë e male. Atëherë vazhdova të bale tek... Pra ne mund të jemi bashkëkohore dhe mund të jemi moderne dhe me ca kile më shumë. As që diskutohet. Kjo nuk na pengon, dhe më thonë, as i dhe gjaje, vetëm thjesht duhet mi ditë si mi mullu ato gjanat që ne na bajnë mundi jo të sigurta. E kuptoj. Po edhe kjo jo siguria është më shumë psikologjike, sikur ja formojmë vedit pak. E kuptoj. Unë e kam provu me vedit. Gjithë problemi është zona e belit, domethënë aty ndodh marrja e peshës më shumë. Unë e kam pas problemin të shpathat, më dukte vedi kur mbashin fotografi, më dukte vedi si kur më dalte pjesa krahut e malla. Çfarë përdore për shembull? Si e zgjidhe? Në kohë bluza me mangë shkurta për shembull, nuk dalsha me kanatiere asnjëherë. Pra ideja që të mbulohet, po të mbulohet dhe si ti gish mirë. Po, edhe që ti të njësh edhe psikologjikisht, se çdo gjë për mendimin tëm vazhdon të vedi. Dhe duhesh me ditë kur ti ishe vedin pasqyrë, të dush vedin. Atëherë çdo gjë më së na vazhdon mrapa. E kuptoj. Lidhur edhe tek çmimi, për shembull mua më pëlqen që ky kontingjenti i vajzave të rritura, si puna jon, kanë edhe buxhetin tani. E kupton? Është ajo nëna që vjen paguan për vajzën, po në fund fundi do dhe i fusan për vete. Për vete, po. Ky kontingjent kam përshtypjen që duhet të marrë edhe më shumë vëmendje, Megjithatë, gratë mendojnë kështu dhe unë po futem, po bëj pak avokatin e tyre. Dhe thotë, do e blej fustanin, është i personalizuar, do shkëlqej atë natë, por është përgjithsisht në natyrën e femrës që e vesh një herë, po do a vesh 2 herë. Pra çfarë mund t'ju themi këtyre grave, a mund të ketë ndonjë ndryshim, për shembull në këtë fustan që e porosisin, që mos ndërhyj shumë tek ajo, po që ta bëj ta vesh edhe 2 herë, 3 herë. Po, ndryshimi ka herë Kuzet ka një diçka se kema Levertin ndonjëherë me ba tjetër. A, vërtet, Pa, riparimin unë kam dhe me thane quj orë punet, tek unë flas të një përgjigjen për punën teme, dhe ka raste që ndonjëherë nuk ke Leverti. Edhe unë nuk kam Leverti me ta marrë. Që mu marrë me... Riparimin e ti, një diçkaje për shembull. E kuptoj, lëviz por varet, ka raste që lëvizim shumë kollaj edhe munden edhe me thane me ba një diçka të lezetshme. Nuk është, dhe me thanë, në mënyrë kategorike nuk bëhet. Gjithmonë me kliente, për shembull se ne bëjmë edhe riparime, modifikime, çdo gjë aty, se kena, dhe me thanë, edhe rroba çepset që i marrin me këta punë. Edhe konsultohen, gjithmonë i tham bjerë ta shikoj, edhe në qovë se s'ka kene jamje, nuk do të thotë se s'ban që e kam bë vetëm unë ata, dhe me thanë edhe ngushtime, zgjanime, çdo gjë bëjmë. E kuptoj. Gjithmonë të këto që pëlqejnë moshët e reja, sepse dashu për dashu të favorizojnë edhe linjat e trupit për të dukur hyneshe, për ndryshe. Është tendenca për shembull te rinia jonë që ti përdor shumë dekoltet. A janë të vështira dhe të sikletshme dekoltet për gjatë mbrëmjes, apo a ka ndonjë tendencë të kundër për të qenë moderne, mbulohet kaq shumë sa? Unë mendoj është shumë edhe te pjesa e sezonit, për shembull çdo gjë vers duket më pak. Kupton edhe sikur vera i han tana këto të shkurtat, hapunat, shpinën, çdo lloj gjaje, kurse ndimër duken pak, më thoj sa më vullgare gjanat, se është edhe lëkura ngjyra e trupit, është i fije më hapun, nuk ka se duken aq bukur sa duken verës shpesh herë, dhe gjithmonë tendenca ndimër nuk ka sa për hapje të mëdha apo i diçka, domethënë. Kurse verës maksimumit çamunat, se normalisht unë për koleksione kam tendencë që me bë çamunën e salmonelt, normalisht është e pranueshme që ata o tentojnë për me ul, dhe e bajmë këtë gjë, ose në qose është i fije hapun, kena dhe me thanë metoda që mundën edhe mi ba pak më të myllën a i diçka, nuk është nëjë problem dhe me thanë ajo pjesë. E kuptoj. Por, ka
Kjo vjen edhe rregull e familjes, sepse çdo familje ka rregullat e veta, jo nga vajzat, po për respekt familjes, nuk ka se është ndonjë problem ajo pjesë, domethënë. Holte tjere, por të paktën gjatë periudhës që unë kam pasur moshën tënde, kanë qenë Miss Shkodra. Po, bile harrova unë desha me e habishme që nuk bëhet më. Unë kam 3 vjetë ndërkohë që Lezhë e vazhdon pra. Po. Sepse janë spektakle tilla. Edhe atje kena kanë. Ku puna dhe puna e stilistit, a keni qenë atje? Po. Pra atje vazhdon në Shkodër jo. Ka shumë vite që është ndërprerur. Unë nuk e di se unë realisht, domethënë kam 3 vite si jam shputë edhe unë mas 3 viteve vi hera por që dal në intervistë ti. Po. Dhe jam shput ka kjo pjesë sepse vetë jo djali, jo vajtjet e ardhjet nuk më lanin këtë periudhë domethënë me kanë aq koherente me ç'a bëhet. Edhe kam kanë pak e shputën këtë periudhë domethënë me aktivitetet e me xhanat. Por nuk e di, ka një periudhë realisht se patën bë 2-3 aktivitete bajagit mira në Shkodër me lidhje me mise me xhana dhe hupen. Është vërtet gjithë ky qytet dhe nuk ka aktivitete të këtij lloji, domethënë ku dhe puna e një stilisi vjet në Delmon ose spektakle të tilla të bukurisë, tek ne jo. Po vjet për shembull unë shkova tek një televizion që është në Tiranë, që mora pjesë ishte. Po, ti ndjek këto të Tiranës? Po, bëjnë edhe oferta vetë. Po, është vërtet. Po, më kontaktojnë edhe vetë, domethënë ato më kanë kontaktuar vetë, ra me dakord edhe shkova. Qartë. Varet, domethënë ndonjëherë vinë ofertat prej atyne që bajnë organizimin e xhan. Shumë paradoksale fakti që këtu kërkesa për të veshur është shumë më mirë, se sa unë kam përshtypjen se shkodranë vishin shumë më mirë se sa në Tiranë. Japin shumë rëndësi apo nuk e di. Apo jo, nuk mund ta thuash. Na kena kërkesa. Jo të bota e spektaklit, jemi përgjithsisht te popullatën në përgjithësisht. Ku ti unë kam përshtypjen që në Shkodër ka kërkesë shumë të madhe për të veshur. Ndoshta se jeton këtu me kozej, po Tirana është... Jo, dhe Tirana ka ndryshuar? Po. Jo, se ku shkojmë atje, shkoj për shembull, ja, dhe një lëvizje të thjeshtë, domethënë në qytet, në shëtitor, në kafe, ka një model kputucës për shembull që praktike. Po, ne nuk I veshim për shembull në Shkodër ato. Kupton, atje vazhdojnë një veshje një praktike, një fund, një bluzë, për shembull, që e ka ruajtur atje. Këtë muaj që erdha këtu mban një përshtypje, kam ikë në janar kam ikë. Shikova përgjithsisht gjithë me këto rinia me një markë atletet, New Balance për shembull, që më përpara nuk e kanë pas. Po. A dy na bënin ka bërë shumë përshtypje se atje në Angli përdorin shumë mosha e re e këta. Po, ne kë mod ndjekim kryesisht? Modën tonë, kusejtë. E krijojnë vetë shkodranët? Po, modën tonë. Ne kena të miksume përgjithsisht, nuk ka se kena një stil caktuar. Nuk ka një prirje, një tendencë për të hyrë, për shembull nga ky shtet për të hyrë te ne më parë. Ke shumë gra dhe vajza që I kanë vuri që njëkon shumë stil francez, është shumë I bukur, janë da. A këtu në Shkodër? Stil francez? Po. Kush e tipizon stilin francez? Për shembull çfarë ke vënë ato? Ka pjesa Gjuhadolit, e shaf për shembull janë do Zoja. Ke do që janë të pjesa kinemas, do Zoja tjera, dhe ka do vojzat shumë të lezetshme që e njekon këtë pjesën, dhe me thonë, më pëlqen duket shumë cute kur I shaf atë. Po, çuditës në Shkodër janë hapur dhe disa dyqane ku ti shkon e blen një mod shumë të vjetër, 30 vite, 40. Po, edhe shkojnë e blen shtrenjtë, domethënë, se ka dhe atë grup moshe edhe janë të rinj që shkojnë e blen. Është e habitshme se si kanë ndryshuar shi dhe preferencat sot. Pra, ba me vuri me kalimin e viteve, domethënë, tash njerëzit kanë filluar pak këtu krijuat stilin e vet. Për para ka kanë thjesht po veshim diçka në mënyrë masive se kjo është në modë, po bëmi vure. Sot ka ndryshuar kjo, nuk shef shumë vajza, domethënë që unë I admiroj për stilin që kanë edhe veshen shumë bukur realisht, edhe nuk jo të egzagerume, nuk do thotë se do të veshësh me të shkurta dhe I egzagerume, me ditë me kombinu nuk je as me të shkurtën e egzagerume. Domethënë për mua kanë stil shumë. Një pjesë e popullsisë domethënë veshen shumë bukur. Jo, edhe s'do të thotë se duhesh mu vesh me shtrajta për me dalë, po kur mundesh mu vesh me gjana shumë të lira, po me ditë se si me I kombinu. Po, e rrit përgjithësin të ti kjo gjë, se tashmë nuk e mo klientë që... Unë kam shumë dëshirë, se ndonjëherë edhe nga që normalisht unë baj komunikim me çdo kliente që vjen, me çdo vajzë që vjen, edhe ndoshta po bë kliente, po në fillim që vjen ajo, dhe shpeshherë kam qef me marrë prej botës tyne.
Den ato vinë ndoshta më konsultu me mu, po unë kam qef me blej prej tyne. Pa, okay, se cila preferenca, shija dhe gjëra Po, tjetër. se mund të mësoj një diçka, domethënë, mund të bëj edhe një diçka që ndoshta unë për momentin nuk e fantazoj dhe ma jo mund të më napi një sugjerim. Ndoshta çdo vajzë që vjen me bëj porosit minimumi që mund të rrinë është i gjysorët, sepse komunikoj me ta. Okej, nëse ne duam të dimë se cila është moda në Shkodër, duke pas parasysh qendrën e Shkodrës, më sugjero cila rrugë, mua gjithë teleshikuesët do të shikojnë modën cila është Shkodër, në cilën orë dhe në cilën pjesë të rrugës e kuptojnë modën në Shkodër. Po si o kozet pa jo dihet, verës në gjuha dal. Verës në gjuha dal. Aty shef. Aty shikon modën. Çfarë yjesh? E kuptojnë. Bje me vajza, të dyja pak. Të mbështetur për shkak të Edhe zoja zotni kam pa plot. Ashtu ë? Po. Shumë bukur të këthyje, të vallëzue, të bë, dhe me thonë ka një frymë shumë të lezetshme. Në Shkodër? Po, shumë. Kështu që gjërat kanë ndryshuar dhe tek ne këtu? Ashtë, se di mu atje, kur shkaj mu mungën kjo pjesa e harmonisë që duket këto, që jashtë këto. Alegria që ka Shkodra, se të gjatë verës. Shumë dinamika e jetës, pavarësisht një popull me halle, me 100 gjëra që do në kohë. Po, edhe anaj o kozeta. Po, kur vjen puna të darka, edhe anaj ka halle, sa dushka. Po të pakten, edhe nga kur ngatrohen a bukur me tonë. Pa din, ki lezet me një të bërtit. Po pëse si ngatrohen, atje i qetë e qetë? Po nuk e di o kozet, kanë ato stilet e veta. Po këtu ke lezet, ta knoqin veshin të bërtit. Të mungoga Shkodra shumë, do me thë njerë zakonisht, edhe jeta këtu. Pëlqen, jo se mungan, se edhe atje faleminderit Zotit jam shumë mirë. Gjërat janë mirë, po. Jena shumë mirë. Po që ke gjetur një zgjidhje shumë të mirë, që çdo 3 muaj ti je këtu mbi qyr dhe qëndron goxha mirë. Kam edhe mirë kuptimin e bashortit. Po, patjetër që po, një çift shumë i bukur, e përshëndesim bashortin tënd. Jo, shumë të pashëm, të këndshëm dhe Zoti ju ka bekuar dhe me një djalë të vogël, të bukur. Kena 3 fëmijë. 3 fëmijë, po 2 që kishit më përpara dhe ja tashmë kemi dhe djalin e tretë. I përshëndesim fort për këtë familje të mrekullueshme, se dukeni me vërtet shumë bukur. Ishte shumë kënaqësi Olta që diskutuam për modën. Faleminderit shumë, edhe për mua ishte një kënaqësi, shpresoj t'ju kem ndihmu sa do pak edhe me një sugjerim. E kuptoj. Po më nga afër ato të vinë pranë sallonit, do ta gjejnë shumë kollaj te rruga e Gjër në Zdrale. Okej, pra aty ku merret ktesa. Me shku ka stadiumi kozet. A mund të vinë aty në katin e dytë të kënaqen, sepse ka një pafundësi, unë kur vi aty unë kënaqem. Një pafundësi modelesh të vendosur zakonisht bukur dhe në një. Po dhe ti kozet kur ke aktivitete më na tregu pak para, që të përgatitena dhe do bëjmë gjëra të bukura shumë. Unë të falenderoj shumë sepse në aktivitetet të ndryshme që janë organizuar në spektakle dhe në tek Sky apo teatri Migjeni shumë praktike, me njerëzit praktik gjithmonë është lezet edhe kënaqësi, edhe se ta bëjnë punën më të lehtë, më të bukur. Po, okay, po është mirë kur vjen dhe i gjen, dhe ti nuk shkon me më dyshe, jo po nuk e zgjodha mirë, jo. Domethënë që në momentin e parë sugjerimi juaj, edhe qepja jashtëzakonisht e mirë, kënaqem me idenë që e kam unë, është diçka veçanti, që do bëj përshtypje në skenë, sepse televizioni të tërheq. Dhe kur e veshin e keqe të përshtatet, të rri mirë, po është shumë e veçantë, ke një vetë siguri në aktivitet, kjo vlen për çdo moderatore, sepse ka hequr problemin e veshjes, bile përkundërzi është kthyer në një vlerë që e ndihmon të ketë vetbesim edhe në moderim. Kur ke diçka, domethënë, atë kam tentuar gjithmonë që ti kur të delsh nga aty, mos me ke një fustan që ti ndoshta ja shef edhe dikujt tjetër, siç mund të jetë një fustan tregut. Okej, dhe janë dhe moderatorë tjerë që vinë tek ti dhe e kanë gjetur vetë. Tana janë të përshëndeshme. Është e vërtet. Olta, ne kemi emisionin me 2 pjesë, ne kemi një reportazh në pjesën e dytë, Artin e dua, ku tregohen etapat e ndryshme të rinj sot që angazhohen, kuptohet në dobi të asaj që i rrethon, edukatën ndaj natyrës, dhe ne promovojmë her pas here këtë gjë. Duke qenë se jemi në sinën e pranverës, do kemi verën, duhet jemi të kujdesshëm, ta duam, ta mbrojmë, edhe të vjemi në dispozicion natyrës me gjitha mrekullitë e saj. Le të ndihmë këtë reportazh të dy së bashku dhe gjithë teleshikuesit nga shtëpitë e tyre dhe pastaj do rikthehemi për të bërë edhe mbylljen e emisionit.
Arti është pasqyrë e jetës. Arti ka për detyrë të njohë të shpjegojë jetën, të shpjerë dritë në thellësinë e zemrës së njeriut. Ja detyra e artistit. E ku ka më mirë se t'i dedikohen projekte artit, bile edhe të pagzosh me emrin Artin e dua. E qëllimi kryesor nuk është të mësojmë se si të bëhemi artist, por të fuqizojmë komunitetin përmes kulturës dhe edukimit. Kjo arrihet përmes organizimit të aktiviteteve kulturore dhe edukative, duke krijuar një hapësirë të qasshme dhe gjithëpërfshirëse për të gjitha grupet shoqërore. E kush më mirë se sa OJF dhe DOR do të mund ta realizonte këtë. Me një eksperiencë të gjerë edhe në këtë fushë, dhe DOR, si ideator i Artin e dua, përmes zbatimit të këtij projekti ka kontribuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, nxitjen e kreativitetit dhe rritjen e përshkrueshmërisë së artit me fokus të veçantë te grupet vulnerabël. Projekti u mbështet financiarisht nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, po ashtu një ndihmës dhanë dhe përfaqësuesit e qeverisjes lokale në bashkitë e Vaudejës dhe Shkodër. Ne vëmë fokusin tek tradita, pikërisht duam që të përcjellim të vlerat të trashëgimisë sonë kulturore nga ato gjyshet, nga më të vjetrit tek më të rinjt. Edhe jo vetëm në zonat e mëdha urbane, por edhe përtej Shkodrës, pikërisht në zonat rurale ku mungesa e aktiviteteve kulturore është evidente. Gjatë zbatimit të projektit janë zhvilluar një sër aktivitetesh të larmishme që kanë përfshirë fëmijë të rinj, persona me aftësi të kufizuara dhe komunitetin e gjerë lokal. Përmes këtyre veprimtarive janë krijuar mundësi të reja për pjesëmarrje aktive, jetën kulturore dhe artistike, duke nxitur bashkëpunimin nëpërmjet institucioneve, organizatave dhe qytetarëve. Dhe në këtë reportazh ne kemi kënaqësinë të prezantojmë secilin prej këtyre aktiviteteve, të cilin e përcjellëm me kënaqësi më të madhe, jo vetëm ne apo artistët pjesëmarrës, por dhe një publik i gjerë, cilësor, dashamirës dhe mbështetës. Dhe le ta nisnim fillimisht me trajnimin e valleve tradicionale shqiptare, duke edukuar fëmijët me dashurinë për to, por dhe abdheu një herësh. U organizuan trajnime falas të valles për fëmijët e komunitetit egjiptian në shkollën Lagjes Liria. 2 fjalë për fëmijët e këtij komuniteti. Janë artistë në shpirt, që në origjinën e tyre shuhen për lidhjen e fortë me artin, dashurinë për këngën dhe kërcimin. Edhe pse paragjykimet për komunitetin egjiptian të pozicionuar në hyrje të Shkodrës nuk janë dalur edhe në ditët tona, banorët tu janë tepër të dhënë pas artit, edhe pse nuk kanë mbështetje për të ecur në rrugën e bukur të tij. Projekti Mbas Shkolle kishte qëllim të sillte aktivitete sociale dhe kulturore për fëmijët e komunitetit egjiptian, me synimin kryesor të rritjes së socializimit, integrimit dhe përfshirjes së tyre aktive në jetën shkollore dhe komunitare. Ky projekt mbështeti dhe fuqizoi zbatimin e modelit të shkollës komunitare, i cili është pjesë e strategjisë së arsimit në Shqipëri. Organizata dhe DOR ka rreth 15 vite bashkëpunimi me shkollën Liria. Gjatë kësaj periudhe, është vënë re se komuniteti egjiptian përballet me nevoja të shumta dhe shpesh ka qenë i përjashtuar nga aktivitete sociale, kulturore dhe arsimore. Për këtë arsye, u bë e domosdoshme krijimi i një bashkëpunimi të qëndrueshëm, i cili do t'u ofronte fëmijëve hapësira të sigurta dhe mundësi zhvillimi. Një rol të rëndësishëm në këtë projekt ka koreografi Arben Sala, i cili prej vitesh punon me përgatitjen e trupave të valleve dhe ka pasur një impakt shumë pozitiv tek fëmijët e komunitetit. Ai ka përgatitur grupe të ndryshme valltarësh, të cilët kanë marrë pjesë në aktivitete dhe evente të shumta, duke u dhënë vajzave mundësi të shprehin talentin dhe të rriten artistikisht. Janë rreth 12 vajza me dëshirë të madhe që morën pjesë. Aktivitetet artistike dhe kulturore kanë shërbyer jo vetëm për argëtim dhe zhvillim, por edhe si forma për ndalimi për probleme të ndryshme me të cilat përballen fëmijët e komunitetit.
Shumë prej tyre më parë janë përballur me rrezikun e braktisjes së shkollës, fejesa të hershme të vajzave, shfrytëzim nga familjarët, nxjerrje për të lypur e të tjerë. Falë përfshirjes së tyre në aktivitetet e projektit, këta fëmijë kanë pasur mundësi të zhvillohen, të mbrohen dhe të kenë alternativa të shëndetshme dhe edukative. Në mënyrë të vazhdueshme, komuniteti është ndihmuar edhe me mbështetje të tjera sociale si pjesë e bashkëpunimit me shkollën dhe organizatën. Por, le të zhvendosemi në një aktivitet tjetër të projektit që dëshirojmë të paraqesim me një emocion të veçantë. Trajnime të teatrit social. Zgjodhëm të shkonim pranë tyre në një ditë provash, ku me ndihmën e regjisë dhe skenarit të aktores së mirënjohur të teatrit Migjeni në Shkodër, Merita Smaja, miqtan po përpiqen të vënë në skenë pjesën teatrale Borbardha dhe Shtat Xhuxhat. Unë mendoj se ka gjëra të mira pozitive, sidomos tek lidhja që ata kanë me njëri tjetrin, tek dashuria që japin njëri tjetrit, tek puna që mësohen me punën dhe të ndihmojnë të tjerët. Pra, njeriu i mirë gjithmonë gjen vend te ata që kanë zemrën e mirë. Ndërsa njeriu që nuk do që të bëjë mirë, po do vetëm të keqen e të tjerëve, natyrisht do të gjejë rrugën e vet edhe do ta psojë ashtu siç e psojnë zakonisht edhe në jetën e përditshme. Dhe sapo të themu domethënë që janë fjalë të tjera, ti prapë do të lëvizësh edhe do të vish këtu. Pasqyrë për pasqyrë, dhe thuaj, kush është të më bërë në këtë botë? Mbretëresha ime, ti je më e bukura në këtë botë. Secili është i qartë për rolin e tij dhe veprojnë mjaft mirë në grup. Nëse deri para pak kohësh ata kanë vendosur në skenë pjesë në stil pantomime, kësaj radhe kanë dhe role ku duhet të komunikojnë mes tyre dhe publikut përmes dialogut. Jashtë. E kera venose do ta majmë këtu. Jo, ka e to. Ko janë shumë i gëzuar që është drama di që marr pjesë me profesorën Merite. Ka shumë vonet që na mëson për me ecë përpara. Kur gabojmë dikun, na korrigjon, mos me pas mundësiore, po me ka lirshon. Drama është një eksperiencë, më pëlqej që fillim një propozim që ma bëni zemritëm se ti mund vesh sepse mund të kesh talent për me dashur bë aktor, edhe kur më ka thënë hajde, i kam thënë po. Mund të unë të lutem. Urova, të më konë porosit, po... Hajde. Ti e aktore, është një eksperiencë e jashtëzakonshme, të bashkëpunosh me profesorin Meritën është një mrekulli e vërtet që përshëndes shumë, që më ka zgjell. Edhe pak prova do t'ju duhen që t'jenë në para spektatorit në skenë. E ndjejmë veten të dobishëm këtu dhe emocionalisht tepër të përmbushur. Shtriga, shikojni çfarë ka bë. E pas ka hajë mu. Vëshnat Meritë, si kanë zgjell, prova. Unë kam në Marita, hadë shumë ka tutaj, edhe papaja ka vajtë të tejë, unë shumë e natë për ta. Si e bën t'imagjin? Është hera ditë si jam të teatrit social, edhe falenderoj Meritën si merret me ne. Cilën shumë mirë, nuk me të asherë hatërim me ta, se janë shumë të mirë të tanë, edhe të knaqën në prova, sojër që vim, knaqëm shumë me ta. Kjo shfaqje ju jep gjallëri, ju i bën më të lidhur me njëri tjetrin, edhe i bën që të tregojnë edhe aftësitë që ata kanë, dhe të mirat që ju jep, jo vetëm shfaqja, por edhe teatrin përgjithësi. Dhe mendoj që teatri është i mirë për sa i përket edukimit qoftë moral, qoftë shoqëror, pra në çdo anë teatri ka të mirat e veta. Edhe prindit duken të lumtur me angazhimin e fëmijëve dhe presin dalin me sukses të tyre në skenë. Shqipëria është gati për t'i pranuar me interpretimin e tyre si? Patjetër. Ka ndryshuar sjellja e shoqërisë sonë? Ka ndryshuar shumë. Janë më të afruar. Brezëria është më e afruar me këto persona.
Kjo është një dëshmi e qartë se si arti përdoret si mjet ndërgjegjësimi dhe përfshirje sociale. Dhe aty ku ne kemi gjithmonë dëshirë të jemi është banda muzikore The Door Albania. Çdo ndihmës në trajnimin muzikor të saj është një investim jo thjesht te ky grup miq me aftësi ndryshe, por investim në një aset të çmuar në qarkun Shkodër e më gjerë. Janë artistë mirëfill dhe po ua prezantojmë sadopak përmes një historiku të shkurtër. Banda muzikore The Door u krijuar në vitin 2005 si një përpjekje e zotit Fal Bak nga Norvegjia dhe zotit Kasriot Faci, menaxheri i OJF The Door. Konsiderohet nga shumë prej të rinjve të këtij grupi dhe prindërve të tyre si ëndra që u bë realitet. Kozgjatja prej 20 vitesh dhe cilësia gjithnjë në rritje performancën së instrumentistëve vulozë dhe suksesin e këtij projekti. Prej disa vitesh grupi muzikor The Door për persona me aftësi ndryshe ka gjetur edhe mbështetjen financiare dhe logjistike të Bashkisë Shkodër dhe Shkollës Dëshmore të Prishtinës. Pjesëmarrja në festivalin e trupave muzikore në Norvegji për personat me aftësi të kufizuar është arritja më e lartë e këtij grupi muzikor. Është prezantuar me repertore muzikore nga më të larmishmet, pjesë muzikore nga vendi ynë dhe bota, dhe ka performuar në mënyrë shumë cilësore. Aktualisht banda muzikore The Door ka në përbërje afro 30 të rinj të organizuar në 2 grupe. Grupi të avancuarve dhe grupi i instrumentistëve fillestar. Dirigjent aktual janë profesor Bepin Vjerdha, Fatjon Tanazi dhe Bujan Topalli. Kush e di sa prova janë bërë për gjatë 20 viteve në bandën muzikore The Door Albania. Nëse ka diçka që i lumturon këta miq, janë provat në bandën e tyre. E këtë lumturi që ndjejnë e përcjellin në skenat shqiptare dhe ato europiane. E përcjellin tek çdo spektator që nuk ndalet duke i duar trokitur. U realizuan trajnime muzike 2 herë në javë për 20 anëtar me aftësi të kufizuara të trupa muzikore The Door Albania. Dy mësuesit e tyre kanë vendosur zemër në punën që bëjnë me ta dhe rezultati është i dukshëm. Margelo, mori Margel, qilma syrin që më kem shes, moj Margela e malesis, tuja kamve, qomanis. Pa kohë më parë, në festimin e 20 vjetorit të krijimit të bandës The Door Albania, ata u vlerësuan si nder i qarkut Shkodër. Vlerësim që u dorëzua direkt nga kryetari i qarkut, zoti Edmond Dou, në prani të personaliteteve të shumta. Sot është një ditë e veçantë për qarkun Shkodër. Në këtë ceremoni ne nuk po shpërndajmë thjesht tituj dhe certifikata. Sot po nderojmë një histori të jashtëzakonshme, një shembull frymëzues se si arti dhe dashuria për njeriu mund të ndryshojnë jetë. Që për i viti 2004, kur themelua trupa muzikore The Door, me mbështetjen e miqve tanë norvegjes, me përkushtimin e organizatës vendase The Door, Shkodra fitoi jo vetëm një trup muzikore të re, por gjitha fitoi një model të shkëlqyer integrimi dhe solidariteti. Me këtë motivacion, për kontributin e vyer artistik dhe shoqëror të kësaj trupe muzikore që ka promovuar për 20 vite me radhë barazin, dinjitetin njerëzor dhe fuqinë e artit, si mjet për përfshirje, solidarizim dhe frymëzim në komunitetin e qarkut ton, në mbar vendin dhe jashtë. I jepet ky motivacion si nder i qarkut Shkodër trupes muzikore The Door Albania. Dhe nga një shfaqje, një ceremoni apo një skenë, ata fare mirë përshtaten në çdo situatë. Miqtan nuk presin që vetëm ata të gëzohen, por u bashkohen surprizave dhe duan të gëzojnë edhe të tjerët. E kë më shumë se sa mësuesin e tyre, Be Vjerdha. Të veshur me uniformën karakteristike të bandës The Door, miqtan, duke e bashkëpunuar edhe me vetë kryetarin e Bashkisë Shkodër, zotin Benet Beci, si dhe nën kryetaren Teuta Qyteza,
E festuan ditëlindjen e mjeshtrit Bjerdha pikërisht në zyrën e Zotit Beci, e cila e largoi për pak çaste karakterin e saj zyrtar dhe u vesh nga një atmosferë e këndshme festive. Janë pikërisht organizime të tilla, të vogla në dukje, por me një domethënie tepër të madhe. Vendosen ura jo thjesht bashkëpunimi, por dhe shpirtërore, duke ndikuar drejt për së drejti në integrimin e miqve tanë në shoqërinë ku jetojmë, apo dhe duke emancipuar vetë këtë shoqëri në mënyrën se si duhet të bashkëjetojmë të gjithë në harmoni, në një integrim që u jep mundësinë palëve të zhvillohen dhe të tregojnë vlerat e tyre. Dhe si qershia mbi tort, kemi lënë në fund të këtij reportazhi aktivitetin Lojra Popullore Fest, organizuar në Hajmel në Bashkinë e Vaudejës. Lojrat Popullore Fest 2025 në kuadër të veprimtarive të Qendrës Social-Kulturore Arti në Dua u zhvillua për herë të parë në Hajmel, Bashkia e Vaudejës. Kjo është një risi që ne për herë të parë tashmë organizojmë pikërisht në Hajmelin, i cili është pjesë e njësisë administrative të Bashkisë Vaudejës. Organizojmë për herë të parë lojrat popullore, të cilat organizohen nga organizata dhe dorë, në bashkëpunim me Bashkinë dhe me njësinë administrative Hajmel. Ne zgjodhëm që ta bënim këtë aktivitet në njësinë administrative Hajmel për vetë faktin se kjo është zemra Zadrims. Pra këtu fillon gjithçka, duke fillu me traditën e artit, të kulturës, të veshjeve dhe gjithçka tjetër. Prandaj jena shumë të lumtur që sot i dhamë gjallëri jo vetëm njësisë dhe banorëve të kësaj zone, por ta përçuar pastaj edhe tek shkollat, tek komuniteti, tek administrata dhe gjithku në çdo cep të kësaj njësie. Një traditë e bukur së cilës ju bashkuan disa shkolla të Shkodrës dhe Bashkisë së Vaudejës. Konkretisht morën pjesë trupa rinore nga shkollat e Hajmelit, Vaudejës, Bushatit, Dajçit dhe një grup përshëndetës nga fëmijë nga minoriteti egjiptian në Shkodër, pjesë e projektit After School. Emri im është Monika, jam nga Norvegjia. Jam shumë e lumtur që gjendem në Shkodër dhe tani në Vaudejës. Jemi një grup norvegjezësh që kemi ardhur këtu për ta vizituar këtë vend. Kemi dëgjuar për lojra popullore prej shumë vitesh dhe është një event mjaft i bukur. Tani ju jeni vetë këtu, çfarë ndjesi e ke kur shikon këta të rinj të veshur me kostumet kombëtare? I think is nice. Mendoj që është diçka shumë e mirë, pasi tradita është e rëndësishme. Janë të rinj dhe është bukur kur e përqafojnë atë. Young people must think about what happened. Mendoj se është e rëndësishme që traditat e të parëve të tyre të përcjellen tek ta. Kështu ato do të jetojnë gjatë dhe nuk do të harrohen. And the kids again, I think. Çiftelin ku e ke mësuar ti? Tek kursi. Cili kurs? Ka kurs? Ka kurs për çiftelin. Në Bushat? Jo, në Shkodër. Të mrekullueshëm ton grupet, shumë të mirë, shumë përgatitur. Të siguruara nga artizane apo i ka ndonjëra ka hapur sepetin ose arka gjyshes? Nga gjyshet tona. Lojrat popullore Fest u organizua nga shoqata dhe dorë në bashkëpunim me Bashkinë Vaudejës. Është një fakt që nevoja që kanë këta të ri për të përfshi në aktivitete të tilla, për të mësuar për folklorin, për të mësuar rreth traditës, për të shijuar ata, për të u edukuar, për të kultivuar këta, është evidente dhe për këtë ne gjetëm edhe mbështetje nga ministria, por shpresojmë që vitin e ardhshëm gjejmë edhe mbështetje edhe nga Bashkia e Vaudejës, pasi vetë fakti që ato janë prezente këtu mes nesh, jo vetëm me trupën e Hajmelit, por edhe me personazhet e administratës, na jep shumë shpresë që vitin e ardhshëm ne do të vijmë pikërisht në edicionin e dytë dhe kemi një vazhdimsi në këtë punë. Hapni sy, do burro. Zeta. Një larmi këngësh, vallesh, lojrash popullore të tjerë krijuan një atmosferë mjaft të bukur dhe konkurruese me sërive. Ky event tashmë ka te i kaluar ato pritshmëritë tona, sepse ne kemi arritë ta sjellëm me një shtrirë gjeografike
në Vaudes, këto të ri nga Bashkia Vaudesit dhe nga Bashkia Shkodër si kemi Dajqin, na bashkojnë këtu të bim traditat, të bim veshjet, të bim çdo gjë unike të folklorit. Juria vlerësoi me çmimet më të mira vendi i parë, Gjimnazi Nën Tereza Bushat, vendi i dytë Shkolla e Bashkuar Hajmel dhe vendi i tretë Shkolla Luca Graja në Dajq. Vendi i parë i jepet Gjimnazit Nën Tereza Bushat. Vendi i parë për paraqitjen e mirë për programin e pasur artistik në ngjarjet rinore. Lojrat popullore fest, edicioni 18. Kjo ngjarje është realizuar në Hajmel, Bashkia Vaudes, Qarku Shkodër me datën 25 shtator 2025. Nga organizata dëdor me mbështetjen financiare të Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në kuadrin e projektit Artin e Dua. Urime! Bravo! Kuptua që do ishi fitues apo jo? Unë kuptova që ishim fitim sepse vetëm vetbesimi edhe përkushtimi që kena bërë gjatë provave e kena di që kom e kenë titull e kampioni joni. Tani kur keni parë vetëm dhe keni krahasuar me të tjerët, cilat ishin pikat tuaja më të forta? Si e keni ndjerë ju? Pikat e forta është që ne kemi një këngëtar shumë të mirë siç është Gresi. Po, Gresi është shumë e mirë, po e ke shijuar Gresi, me shpirt, me shpirt ke kënduar. Shijon çdo gjë pafundësisht, domethënë kur është puna për aktivitete të tilla, Gresi shijon maksimum. Pse jo dhe talentin e ri që është Gabrieli. Gabrieli që ke nderuar sot edhe Frank Kodrën, mësuesin tënd. E au gëzohet mirë? Shumë. Sa kupa keni në shkollë që ta dim ne? Shumë. Do me të bën përshtypje? Te jam vetëm pjesë e koleksionit. Shkolla jonë është shumë e njoftën për këto lloj aktivitetesh, sepse ne kemi mësuesin e aktiviteteve të shkollës tonë që merret, domethënë, në çdo rast për festat e nënorit, për 7-8 marsin dhe aktivitete tjera që për momentin kam shumë emocione dhe s'po m'bjen nërmend, dhe janë grupi që na nderojnë gjithmonë me performancën e tyre. Okej, nesër e premte si do shkojnë në shkollë apo do bëni pushim? Apo nesër do shkojnë? Shkojnë në shkollë të bëjmë aktivitet tjetër dhe pas aktivitetit të shkollës një aktivitet tjetër. Okej, jeni më të motivuar tashmë për të marrë pjesë në aktivitete të tjera. U dhan dhe mjaft çmime motivuese për veshjet, zërat më të mirë, lojrat e të tjerë, si dhe një vlerësim për kontributin e tij në fushën e folklorit për mjeshtrin e madh Viktor Paloka, të cilin e humbëm pak kohë më parë. Aktivitetet e projektit Artin e Dua, organizuar nga The Door me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, si dhe qeverisjes lokale në bashkitë të Vaudes dhe Shkodër, gjetën jehon edhe në media, televizione, radio apo portale. Gjatë gjithë periudhës së zbatimit janë realizuar postime, video dhe artikuj për të promovuar kulturën dhe rëndësinë e trashëgimisë. Projekti ka arritur të sjellë një ndikim pozitiv në komunitet, duke forcuar lidhjet shoqërore dhe duke promovuar kulturën si një mjet fuqizimi dhe përfshirje sociale. Ai ka treguar se arti dhe edukimi mund të shërbejnë si ura lidhëse mes brezave dhe si mjete efektive për zhvillim komunitar dhe integrim social. Prandaj urojmë të kemi sa më shumë projekte të tilla efikase, të cilat zbatohen me seriozitet dhe paraqesin mjaft dobi për shoqërinë tonë. Falenderoj Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit për mbështetjen e çmuar që bëri të mundur realizimin e projektit Artin e Dua, një nisëm që fuqizoi komunitetin përmes artit dhe edukimit. Kjo mbështetje na ndihmon të krijojmë një hapësirë gjithëpërfshirëse ku kultura u shndërrua në mjet bashkimi, zhvillimi dhe shpresë për të gjithë. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur. I falenderoj të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur. Në radhë parë falenderoj Olta Ramadani Silisen e njohur shkodrane, e cila dikush thotë jo iku në Angli, jo më këtu është çdo 3 muaj në Shkodër, me sallonin e saj perfekt, do ta gjeni te rruga e Gjerë, aty ku meni kthesën për të shkuar në Zrale dhe për të konsultuar, sepse jo vetëm thjesht mbrëmje e maturës që na tërheq të gjithë, por janë evente pafund. Pafund, vërtet. Ditëlinje.
Nëse ai njeriu I zemrës ju ka thënë jeni si hynesh, jeni si princeshë, shiko, mund ta bëni realitet. Shumë e vërtet. Jo vetëm thjesht si kompliment, po duhet të dukeni patjetër ashtu siç ju ka thënë. Kam përshtypjen që dhe mbështetja do të jetë, bëni diçka të personalizuar, një veshje që do ta mbani mend gjithë jetën, pastaj kur lajm ato fotografitë I bëjmë të mëdha, dhe I vendosim, dhe pastaj themi ja, shikoje në çik. Edhe kujtimet janë shumë bukura kur dalin edhe I fijet plotësuar, të realizuar. Patjetër që pa. Olta, unë të falenderoj që ishe me ne. Shumë për ju. Shpresoj të kemi sërish në studion tonë. Unë e mirëpres gjithmonë ftesat e juaja dhe kam shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në ekranin e TV1 Channel, ndërkohë që ne vazhdojmë me të tjera takime, intervista me personalitetet e njohura në qytetin e Shkodrës. Natën e mirë.